Nëse nuk votoni, nuk keni të drejtë të ankoheni. Ishte ky apeli drejtuar banorëve të njësive numër 7, 9 dhe 11 nga kandidati i mazhorancës për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj. Në përmbyllje të fushatës elektorale në këtë njësi, Veliaj theksoi se Tirana pas 21 qershorit do t'i rikthejë qytetarëve të saj me më shumë zhvillim infrastrukturor dhe cilësi në shërbime. Nëse jemi të zgënjur nga 4 vite që nuk pastrohet qyteti, nëse jemi të mërzitur nga shkollat me 2 turne, nëse nuk na pëlqen cilësia e shërbimit transportit publik, të shkojmë të votojmë se e kemi vetë në dorë. Një vot e bën diferencën mes një qyteti që nuk pastrohet dhe një qyteti që pastrohet. Veliaj nuk ka lënë pa ritheksuar edhe një herë rëndësinë që zën hapësirat publike në programin e tij elektoral. Unë jam 24 orë në dispozicion të qytetarëve që duan parqe, që duan gjelbrim, që nuk duan më beton, që nuk duan më ndërtime në Tiranë, që nuk duan të zihen lulishtet e gjyshërve dhe të fëmijëve nga betoni. Kjo është diferenca. I pranishëm në këtë takim ishte edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili garantoi qytetarët për angazhim maksimal në zbatim të projekteve të premtuara për kryeqytetin.